Pas gjobës dhe masave disiplinore që FIFA i vendose Federatës Shqiptare të Futbollit për sjelljen diskriminuese të disa tifozëve shqiptar në ndeshjen kualifikuese për Botrorin 2026 ndaj Andorrës në arenën kombëtare, FSHF-ja ka zhvilluar negociata intensive me qeverinë botrore të futbollit për mënyrën e zbatimit të vendimit dhe lehtësimin e masave të stadiumit. Ekskluzivisht burimet të Panorama Sport konfirmojnë se FIFA i ka dhënë dritën jeshile FSHF-s për të vendosur përsëri tifozë në tribunat pasporte për ndeshjen e madhe Shqipëri-Serbi më 7 qershor. Kjo pas përgatitjes së një plani të përmirësuar kundër diskriminimit dhe angazhimit të FSHF-s për të parandaluar çdo sjellje të papranueshme. Sipas marrëveshjes, tribunat që ishin parashikuar për mbyllje 20% do të mbushen me një përzierje të grupeve të komunitetit të organizatave kundër diskriminimit, si dhe tifozëve tradicional shqiptar, duke siguruar një ambient ku mbështetja për kombëtaren shoqërohet me mesazhe të forta kundër diskriminimit. Federata Shqiptare e Futbollit duke bërë apel tifozëve që të tregojnë përgjegjësi dhe respekt në sjelljen e tyre gjatë ndeshjes ndaj Serbisë për të shmangur dëshkime të mëtejshme dhe për të ndihmuar në krijimin e një atmosfere pozitive dhe të sigurt në stadium. Ndeshja Shqipëri-Serbi më 7 qershor pritet të jetë një test i rëndësishëm jo vetëm për futbollistët, por dhe për tifozët e Federatën në drejtim të promovimit të sportivitetit dhe bashkëjetesës përballë sfidave sociale. Me marrjen e këtij vendimi, mbrëmjen e së shtunës tjetër do të kemi një stadium të mbushur plot.